Përshëndetje miq tanë të vegjël dhe mirë se erdhët përsëri këtu në kanalin ton funkidscollection.com. Sot ne do ju paraqisim një tjetër video dhe radhën për sot e ka paketa e qenushave shpëtimtar dhe është një seri metalike. Kjo është marrë nga Paw Patrol, ose siç i themi ndryshe, filmi i njohur Patrulla e Putrave. Për të gjithë ju që nuk e dini se kush është Patrulla e Putrave, janë një grup qensh të cilët janë të udhëhequr nga një djalë i quajtur Ryder, kanë një aventurë në Patrullën e Putrave. Këto qenj heroik, të cilët besojnë që nuk ka punë shumë të madhe, po aq sa nuk ka qenj shumë të vegjël, punojnë së bashku për të ruajtur komunitetin. Të gjithë këto simbolet që i shikoni këtu janë simbolet të cilat i përkasin secilit qen nga një. Të gjithë këto qenj kanë të varur në qafën e tyre nga një varse me simbolet përkatëse. Atëherë miq të vegjël, le ta hapim këtë komplet në moton nuk ka punë shumë të madhe, po aq sa s'ka dhe qen shumë të vegjël. Chasey. Ky është një racë gjermane shepherd dhe është personazhi kryesor i filmit Patrulla e Putrave. Këtu ka dhe simbolin të varur në qafë. Kjo është çanta e kurrizit, të cilën e ka të mbushur plot me armë. Pra, ky është polici Chasey. Keni dëshirë të shohim se çfarë ka brenda në çantën e policit? Për të shikuar këtë, duhet të shtypim varsen e policit. Dhe këtu kemi armët të cilat polici Chasey i ruan në çantën e kurrizit. Pra im qef ato. Pra këto janë me susta metalike, të cilat mund të futen përsëri brenda në çantë. Dhe ky bukuroshi këtu është qenushi Marshall. Marshalli është një qen dalmatin dhe është një nga protagonistët kryesor të serisë televizive Patrulla e Putrave. Dhe është qenushi zjarfikës i skuadrës. Gjithashtu është edhe një qenush doktor. Këtu është simboli i qenushit Marshall, i cili është një shenjë zjarri që tregon që ai është një marshall, është një zjarfikës. Pra puna e tij kryesore është të fikë zjarrin. Dhe tani le të shtypim simbolin që ka në varse. Juhu! Këtu kemi dylbit, të cilat qeni Marshall i përdor. Vuf, 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 vuf. Qenushi Rubble. Rubble është një qenush anglez bulldog
dhe një nga antarët e patrullës së putrave. Qëllimi i tij kryesor është ndërtimi. Pra, si që shikoni, ky në çantën e tij të kurrizit ka vegla, këtu kemi çekiçin dhe këtu kemi Chelsin, i cili ndihmon për të shtrënguar dhe liruar bullona. Po çfarë mund të jetë kjo këtu vallë? Le ta shohim së bashku. Këtu kemi edhe simbolin e qenushit rubble. Atëherë le të shtypim varsen e qenushit rubble dhe shohim se çfarë do të na shndërrohet çanta e kurrizit. Nuk ka punë të madhe, po aq sa nuk ka dhe qenë të vogël. Juhu! Pra, çanta e kurrizit na u shndërrua në një eskavator. Pra, kjo është noçka e eskavatorit, e cila shërben për ta hapur gropat dhe ndërtuar pallate. Kjo është Sky. Është një racë cockapoo, kështu quhet raca dhe është një femër. Shikoni sa e bukur që është? Këtu ka emblemën, do më thënë ka shenjën e saj të varur në varse, e cila është një helikopteri. Këtu ka syzet, të cilat i vendos kur nisën helikopterin. Kjo është çanta e kurrizit, e cila do na shndërrohet në ndonjë gjë tjetër. Le ta shtypim emblemën që ka në fyt dhe të shohim se në çfarë do shndërrohet çanta e kurrizit. Nuk ekziston një punë e madhe dhe nuk ka një qen shumë të vogël. Juhu! Dhe çanta e kurrizit u shndërrua në një helikopter. Shikoni sa e bukur? Ky qenush i vogël tani është Zuma. Zuma është një qenush i vogël, mashkull, dhe është i racës Labrador. Është në ngjyrë çokolate, i cili të vjen ta haj si një copë çokoladë. Ky është shpëtimtari i ujit i patrullës së putrave. Këtu është edhe emblema e Zumës, e cila është një spirancë dhe është e varur këtu në varsën e Zumës. Le ta shtypim varsën e Zumës dhe të shohim se në çfarë do të kthehet çanta e kurrizit të Zumës. Nuk ka punë të madhe dhe nuk ka qen të vogël. Juhu! Dhe çanta e Zumës na u kthye në një anije. Pra, këto janë likat e anijes. Është një serial shumë i ndjekur për fëmijët. Pra, filmi, seriali Patrulla e Putrave është një film shumë i ndjekur nga fëmijët e vegjël. Bukuroshi i radhës është Rocky. Është një mashkull dhe është një racë e përzier. Asnjë nuk e di se çfarë lloj racet është përzier për të dalë ky qen kaq i bukur. Qëllimi i këtij bukuroshi të vogël është të përdor të gjithë plerat që mbledh në mënyrë që të rregullojë objekte të tjera të thyera.
Pra, ai mbledh në për gjithë qytetin plera të cilat mund të ripërdoren. Dhe me ato plera të ripërdorshme, ai rregullon pjesë të ndryshme të objekteve. Simboli i tij këtu tregon shenjën e mbledhjes së plerave. Pra, ky është një shenjë që plerat duhet të seleksionohen. Atëherë le të shtypim varsen e zotri Rokit dhe të shohim se në çfarë do na kthehet çanta e kurrizit. Nuk ka punë të vogël dhe nuk ekzistojnë qenë të vegjël. Juhu! Pra çanta e kurrizit të Rokit u kthye në vegla, të cilat kjo përdoret për të mbledhur plerat, gjithashtu edhe kjo ana tjetër këtu përdoret për të mbledhur plera të ndryshme, të cilat Roki i ripërdor. Këtu kemi gjithashtu simbolin e plerave të riciklueshme. Dhe ky qenush i bukur është Everest. Kjo është një qenushe femër e racës husky. Sa e lezetshme që është. Unë i kam shumë qef qejtë. Sidomos kur janë kështu qenusha të vegjël. Kjo është qenushi i maleve të dëborës të patrullës së putrave. Këtu kemi çantën e kurrizit, e cila ka simbolin e kësaj qenusheje të bukur, pra që emrin e kishte Everest, dhe simboli është bredhi i vitit të ri. Gjithashtu, këtë simbol e gjen të varur edhe në varsen e saj. Dhe tani jeni kureshtar të shihni se në çfarë do na kthehet çanta e kurrizit të qenushes Everest? Sepse unë po ftes nga kurioziteti. Çfarë mund të jetë vallë? Një lopat për të pastruar dëborën? Si thoni ju, ekzistojnë punë shumë të mëdhaja që ne nuk i bëjmë dot? Sigurisht që jo. Ashtu siç nuk ekzistojnë edhe qenj shumë të vegjël. Patrulla e putrave! Juhu! Çfarë mendoni ju se mund të jetë kjo? Kjo është një vegël e cila ngulet në dëbor dhe zonjush Everest varet për të shkuar nga vendi në vend. Shikoni si ka këta cepat të cilat ngulen në dëbor. E fusim edhe një herë brenda në çantë dhe shtypim butonin. Le ta shojmë në një pozicion tjetër. Është një qen shumë i bukur. Një tjetër personazh i cili ishte i përfshirë në këtë komplet dhe që është një nga kafshët që është shpëtuar nga patrulla e putrave, është dhe kjo pula e bukur e bardhë me lafshën e kuqe dhe që emrin e ka Cikaleta. Pra emri i kësaj pule është Cikaleta. Gjithashtu një personazh tjetër shumë simpatik dhe i përfshirë në këtë komplet
është edhe kjo mace e cila quhet iti-biti-kiti. Sa lezetshme që është kjo. Duket sikur po na shikon me bishtin e syrit. Sikur janë i bishtin sa të bukur që e ka. Këta janë miq shumë të ngushtë të patrullës. Të gjithë këto personazhe kaq të bukur të filmit Patrulla e Putrave kanë nga një makinë, të cilat ne do t'ju ja tregojmë ju në videot në vazhdim. Prandaj qëndroni me ne dhe mos harroni të regjistroni në funkidscollection.com për të tjera video nga seriali televiziv Patrulla e Putrave. Deri në videon tjetër, miropafshim!